Sëmundjet tumorale po avancojnë në popullsinë shqiptare më shpejt se aftësia e shtetit për të përballuar me medikamente trajtimin e tyre. Përjetoj një pjesë e mirë e pacientëve detyrohen të largohen jashtë vendit për trajtim, duke u përballur me sfida të shumë fishta që përfshin së pari kosto të larta financiare. Duke u nisur se në vendin ton nuk disponojmë aktinomicin D dhe jemi përpara një forme agresive, mendojmë që fëmia të trajtohet jashtë vendit. Kjo ishte deklarata e një familjeje me fëmijë me tumor, që kontrolli i lartë i shtetit e gjeti në një kontroll që ushtroi në QSUT mbi efektivitetin e barnave kundër neoplazmave. Megjithëse pacientit ju sigurua cikli i parë i trajtimit nuk është vijuar më me hapat e tjerë në komisionin ndërspitalor, pasi ka ikur për trajtim jashtë vendit. Ndërmjet 2020 e 2024, rreth 12 pacientë me tumor që kishin nevojë të trajtoheshin me aktinomicin D, 8 prej tyre janë dërguar për mjekim jashtë vendit. Teksa përhapja e sëmundjeve tumorale po vjen në rritje nga viti në vit, numri i diagnozave në qendrën spitalore Nën Tereza po vjen në ulje. Sipas KLSH vitin e kaluar në QSUT, diagnoza për sëmundje tumorale ishte 45% më pak se në vitin 2023. Nga ana tjetër, vitin e kaluar 3374 persona humbën jetën nga këto sëmundje. Një numër i madh personas me sëmundje tumorale vendosin të kurohen jashtë vendit, për arsye të pasigurisë dhe mungesës së medikamenteve. Sipas KLSH rezulton se nga 253 barna antitumorale të autorizuara për tregtim në Republikën e Shqipërisë, 46% nuk janë importuar në asnjë moment gjatë periudhës së auditimit, çka tregon për mungesë të mekanizmave efektiv që lidhin autorizimin me furnizimin real në treg. Gjithashtu konstatohet një nivel i ulët i kontrollit laboratorik mbi cilësinë e barnave antitumorale. Problematikat burojnë nga një sër faktorësh të ndërthurur si nënfinancimi buxhetor, mangësit në planifikimin e bazuar në nevoja reale nga shërbimet, vonesat proceduriale, kombinuar me parregullësitë përgjatë procesit të administrimit të barnave, mbikëqyrjes së furnizimeve, si dhe mungesës së monitorimit nga organet përgjegjëse, duke rezultuar në mangësi sistemike në ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor për target grupin e pacientëve me sëmundje tumorale.